Mirë mbrëma, e rëndësishme të jetë nap dhe të kesh fikur dritën. Çfarë do të bënit nëse një ditë do të ngarkonit një episod në YouTube dhe do të zbulonit që gjysma e tij nuk është regjistruar nga ju, por ka zërin tuaj, frymarrjen tuaj, fjalët tuaja dhe një histori që nuk e mbani mend ta keni treguar kurrë. Kjo është historia e një podcasti që u publikua vetë. Një podcaster i quajtur Anti ka një kanal modest me histori të errta. Një natë regjistron episodin 12. E mbyll laptopin, shkon të flej. Në mëngjes zgjohet me plus 2000 abonentë të rinj. Video ka shkuar 80.000 shikime, por ai nuk e ka publikuar. Titulli është "Mos e dëgjo këtë nëse je vetëm". Ai nuk ka vendosur këtë titull. Thumbnaili është i zi. Ai hap videon. Fillimi është normal. Zëri i tij intro e zakonshme. Por në minutën 14 videoa vazhdon me diçka që ai nuk e mban mend ta ketë regjistruar. Zëri i tij, por më i ulët, më i ngadalt, më i ftohtë. Ai dëgjon veten duke thënë: "Nëse po dëgjon këtë, do të thotë që ti je zgjedhur". Andi ndalon videon. Zemra i rreh fort. Komentet e atyre që pan video. Komentet janë të frikshme. Si e di e çfarë mendoja? Një tjetër thot: "Më përmend emrin". Tjetri: "U fikën dritat kur the fjalën e fundit". Tjetri: "Kjo histori nuk ishte histori. Kjo ishte paralajmërim". Një koment ishte pinet nga llogaria e tij, por ai nuk e ka bërë. Komenti: "Mos e dëgjoni pjesën e fundit me kufje". Ai shkon te fundi i videos, në minutin 47. Zëri i tij ndryshon. Duket sikur po flet direkt me dikë, jo me publikun, me dikë specifik. Dhe pastaj ai përmend adresën e tij, sakt, apartamentin, katin. Ai nuk e ka thënë kurrë atë publikisht. Pastaj thot: "Dhe tani që po dëgjon këtë, unë jam pas teje". Video mbyllet me zhurmë statike. Realiteti fillon të qahet. Në shtëpinë e Andit fillojnë gjëra të vogla. Mikrofoni ndizet vet. Programi i regjistrimit hapet. Skedar audio krijojnë më datë të ardhshme. Një folder i ri quhet "Episodi final". Brenda ka një audio 2 orësh. Data e krijimit 3 muaj në të ardhmen. Ai e hap. Zëri i tij thot: "Nuk e mbylla në kohë. Mos e vazhdo". Ai vendos të fshi kanalin, por YouTube nuk e lejon. Thot: "Kjo përmbajtje nuk është në kontrollin tuaj". Ai heq internetin. Por video vazhdon të marrë komente. Live. Në kohë reale. Dikush shkruan. Ai e kuptoi shumë vonë. Nëse ky episod po transmetohet, do të thotë që unë nuk arrita ta ndaloj. Mos e dëgjoni pjesën e fundit.